Al-Bukasi, Ebul Kadhim el-Zehrawiu, ushqua në gjysmën e dytë të shekullit 11. Ebul Kadhim el-Zehrawiu, i njohur në Evropë si Al-Bukaziz, lindi në Spanjë në vitin 939 në qytetin el-Zehra, në rrethinat e Kordovës. Ai ushqua gjatë mbretërimit të kalifit Abdulrahman III dhe vdiq në Kordovë rreth vitit 1013. Ishte një mjek kirurg i Zotit dhe farmacist i shquar. Ai shkroi një enciklopedi të madhe mjekësore të titulluar Kitabul Tasrif, i cili është traktati më i madh i mjekësisë që është shkruar në mesjet deri në shekullin 16. Kjo vepër i kushtoi 40 vjet punë të lodhshme Al-Bukasit, i përket thënia: shkenca duke u shpërndar zgjerohet, ndërsa pasuria materiale duke u shpërndar paksohet. Shpiku vegla të shumta kirurgjikale, prej të cilave bëri dhe vizatime në veprat e tij të kirurgjisë, të cilat u përkthyen dhe u riprodhuan në latinisht. Ai ishte i pari që u interesua për stomatologjinë, po citojnë lidhje me të një pjesë të traktatit nga vepra cipa e gojës, e botuar në Milano në 1975 nga shtëpia botuese editoriale Belisario. El-Bukasi ishte një shpikës i madh i veglave për kirurgjinë e dhëmbëve. Rreth viteve 1100 ai shpiku hekura të rinj për kauterizmin, pinca të reja për heqjen e dhëmbëve, furça të reja për të pastruar gurzat, të cilat i konsideronte si shkaktarët kryesorë të smundjeve të dhëmbëve. Të gjitha këto që tham vinë prej shkollës së tij. Ai mbante kokën e pacientit mes gjunjëve, vendoste një tubth të vogël mbi dhëmbin e semur, fuste një kauter të hollë dhe pasi e diqte dhëmbin me shpime të shpejta, këshillonte të mbaj ujë kripuj në gojë për 1 orë. Al-Bukasi bënte proteza duke i lidhur dhëmbët e lëvizshëm e duke vënë dhëmbë falso, të lidhur me thije ari në vend të atyre që hiqte. Ndoshta ishte i pari që konceptoi mbushjen e një dhëmbi, të cilin e praktikoi me një substancë të përzier me mastiç, si lepak dhe shap. Pra ishte edhe një stomatolog i shkëlqyer dhe i dha shumë mjekësisë botërore sot e asaj dite, ku ajo më ka marrur një hovë dhe zhvillim të madh si fushë, dhe ju shërben njerëzimit për pasqyrën e dhëmbëve dhe për të pasur një shëndet sa më efikas dhe sa më të plotë. Al-Bukasi do të mbetet për herë kontribues në zanafill që nga kohrat e lashta deri më sot në fushën e mjekësisë, stomatologjisë dhe formimit të lidhjeve të reja pra të shkencës moderne.